Edisona, të përshëndes, kur flasim për tryezën festive, teksa na ndajmë vetëm pak orë nga ndërrimi i viteve, kemi parasysh edhe ushqime tradicionale që shoqërohen edhe pa diskutim me konsumin e alkoolit. A është urgjenca e Spitalit Elbasanit në gatishmëri dhe cili është apeli që bëjnë mjekët? Kassandra, të përshëndes, më lejo së pari të lutem të përcjell një urim për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, që të kenë një vit sa më të mbar 2026 të mbushur me shëndet, dhe duket se këshilla kryesore, sidomos nga specialistët e mjekësisë në Elbasan, është kujdesi me ushqimin gjatë mbrëmjes së sotme, sidomos theksi vendoset tek konsumimi i alkoolit. Mjekët specialistë në urgjencën e Elbasanit thonë se në rast se kalohet me konsumimin e ushqimit dhe shkaktohet një mbikëqyrje, edhe kjo mund të shkaktojë probleme tek personat të cilët vuajnë kryesisht nga sëmundjet kronike, siç janë diabeti apo edhe sëmundje të ndryshme kardiovaskulare, ndërsa referuar edhe viteve të shkuara kur në urgjencën e Elbasanit nuk kanë munduar edhe rastet e rënda që kanë ardhur si pasojë e konsumimit të tepërt të alkoolit, mjekët apelojnë që të tregohet kujdes me konsumimin e pijeve alkolike në mënyrë që festa të mos kthehet në një problem apo një dramë familjare, por që gjithçka të shkojë mirë dhe të kalohet sa më bukur duke shijuar dhe duke kaluar një mbrëmje të këndshme me familjen. Një apel tjetër që vjen të paktën nga mjekët e Elbasanit, sidomos gjatë momentit kur ndërrohen vitet dhe si që do tradita ka edhe shpërtimin e fishekzjarreve, apelohet në mënyrë kategorike prindërit të tregohen të kujdesshëm për fëmijët e tyre që të shmangin përdorimin e mjeteve piroteknike siç janë kapsollat apo edhe fishekzjarret, të cilët pavarësisht se nuk lejohen sërish të gjenden në forma të ndryshme. Edhe kjo referuar viteve të shkuara, në fakt në urgjencën e Elbasanit nuk kanë munguar rastet e fëmijëve me probleme serioze sa i takon dëmtimit të shkaktuar nga fishekzjarret dhe që patjetër në vëmendje duhet të jetë edhe ky detaj në mënyrë që festa të kalojë sa më bukur dhe të mbyllet pa probleme. Ne kemi pyetur mjekun e urgjencës së Elbasanit, i cili thotë se gjatë gjithë mbrëmjes së sotme për bluzat e bardha do të jetë në gatishmëri stafi i urgjencës dhe për të gjithë qytetarët që do kenë nevojë për shërbim ambulance do të jenë në dispozicion stafi i plot. Shpresojmë që mbrëmja të kalojë pa probleme dhe të gjithë qytetarët e Elbasanit të paktën, por jo vetëm, të kalojnë një mbrëmje të qetë dhe të harreshme dhe padyshim që të kenë edhe kujdes për shëndetin e tyre. Unë juftoj që në këtë momente të ndiqni edhe sinkronin që kemi marrë me shefin e shërbimit të urgjencës së Elbasanit, doktor Ergysin. Ajo që është shumë e rëndësishme është edhe problemi i përdorimit të fishekzjarreve, sidomos nga moshat e vogla, të cilat nuk din t'i përdorin dhe dëmtohen duke pasur raste me djegje, po gjithashtu edhe me dëmtime, sidomos të gishtave, të cilat në çdo fund vit i kemi marrë nëpër rrugë apo nëpër shtëpia dhe janë raste të cilat janë problematik. Pra çdo festë ka ato gëzimin e saj dhe ne mos ta kthejmë festën në traumë familjare. Ajo që është e rëndësishme, po përsëri ne themi që rastet të cilat janë me sëmundje kardiake apo me rastet të cilat janë me sëmundje të pulmonit, sidomos astmat pulmonare, nuk duhet të teprojnë, pra qoftë edhe me ushqimet, qoftë edhe me alkoolin, sepse ne na paraqiten këto raste me edema pulmonare, të cilat janë diagnoza shumë të rënda dhe kthehet ai fundvit gjithë familja qëndron në spital, po edhe rrezikohet jeta e një familjari. Kemi marrë udhëzimet për datën 31/1/2, të cilat ne jemi dhe gama e medikamenteve janë të shtuara, po gjithashtu edhe prania dhe gatishmëria e mjekëve është gjithmonë e shtuar dhe në gatishmëri.